Shoqëri Mërtollari. Doktor, përshëndetje. Euro po prek nivele gjithnjë e më të ulta dhe kursimet e shqiptarëve, veçanërisht ato të emigrantëve, poshtë vlerësohen si kripa në ujë. Çfarë duhet bërë menjëherë për ta përmirësuar situatën? Cilat masa konkrete ekonomike, fiskale dhe monetare do ndërmarrë Partia Demokratike kur të vinë në pushtet për të mbrojtur kursimet, për të mbështetur eksportet dhe për të ringritur ekonominë? I dashur shoqëri, falenderoj për pyetjen. Kjo dramë të mërshme që ndodhë në Shqipëri me euro ka si shkak kryesor narko-eurot që futen në Shqipëri me gjemi, kontejner. Ju e dini shoqëri që unë denoncova para 3 javësh shkarkimin e 3 kontejnerve plot me euro me vinç, ngarkesa shumë të mëdha, dhe që shkuan në destinacionin e tyre pa u hyrë ferran kam. Këto narko-euro kanë hedhë për tokë euron e tregut, normal. Dhe aq e vërtet është kjo, sa që vitin e kaluar Banka e Shqipërisë, duke tentuar për një mbrojtje, të ka bler 1 miliard euro. Imagjinoni sa lek janë hedhur në treg për të bler 1 miliard euro. Dhe euro jo vetëm që s'është zhvlerësuar, nuk është vlerësuar, por ka vazhduar zhvlerësimin dhe sot shkëmbehet më pa vlerë se asnjëherë në 93-94 lek. Kushti i gjitha kushteve është vetëm një: ndërprerja e të gjitha flukseve ilegale të parave në Shqipëri, duke kontrolluar me rigorozitet çdo investim. Të garantoj se që në atë moment parat do të myken, se i kanë fut në dhe, i kanë fut në tokë, kjo është e vërteta, por do u kalben dhe myken aty dhe në treg nuk do të dalin dot. Por kjo është politikë, shoqëri. Kjo është politikë që ndjek qeveria. Prandaj edhe dërgoj ministrat dhe përfaqësues në Aruba. Sillni miliardat, të ndërtoni, të shkatroni me to qindra mijëra vende pune, sepse eksportet falimentojnë. Në qoftë se euro gjatë 10 viteve është zhvlerësuar me 32%, janë shumë të pakta ato eksporte që mund të operojnë, se nuk i kanë fitimin kaq. Pra, është ndrua në një piramidë ndërtimi ku krahas ndërtimeve rriten çmimet, jo vetëm ndërtimit, po gjitha çmimet tjera, dhe Shqipëria në raport me të ardhurat e qytetarëve është qyteti Tirana, është qyteti i dytë më i kushtueshëm në Europë. Më i kushtueshëm në Europë. Kjo është ajo rezultati i politikës narkopolitikës e Edi Ramës. Dejona Ruka. Përshëndetje doktor.